Çfarë është frika ndaj Zotit? Se shpesh herë neve dëgjojmë, ki frikë Zotin, ai friksohesh Zotit, ata të cilët i friksohen Zotit. Çfarë është frika ose ndroja ndaj Allahut xhaleshan? Thot Umar ibn Abdulaziz, Zoti e mëshiroft. Devotshmëria, thot, mbajini mend vëllezër se ka shumë përkufizime, po kam zgjedh një dy që mu kanë duk më të përshtatshme dhe janë më jetike dhe më kollaj për të kuptuar dhe për të perceptuar dhe për mos më harru. Se hym në xhami, dëgjojmë hutbën dhe dalim nga xhamia dhe nuk mbajmë mend pse se çka kemi thonë. Por neve po themi diçka që ta mbajmë mend dhe ta kemi vath në vesh, edhe ta kemi përpara syve gjatë gjithë jetës. Kjo do ishte gjë më e bukur dhe më e dobishme. Thot nuk është devotshmëria dhe frika ndaj Zotit me shumë namaz, edhe me shumë agjerim, por frika ndaj Allahut xhaleshanu dhe ai që i friksohet Zotit ku demonstrohet? Në veprimin e obligimeve dhe në largimin ndaj ndalesave që të ka bërë Allahu xhaleshanu. Pra qëndroj rregullave, atyre që të ka kërkuar Zoti xhaleshanu, ty do jesh njeriu më i devotshëm. Do jesh njeriu më i devotshëm. Dhe me këto vepra, me obligimet që bën dhe me largimin nga e keqja, nga mëkatet, ke bërë një pend ose një mburoj midis teje dhe midis dënimit të Allahut xhaleshanu nesër, subhanallahu.